Ky vit do të jetë një vit ndryshe për mua, sepse jam fituese e bursës amerikane nga programi YES për të vazhduar vitin e fundit të shkollës së mesme në një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një shtysë gjatë kësaj ka qenë edhe mësimi dhe puna intenzive, cila zhvillohet tu në shkollën tonë Loyola Gymnasium, ku vazhdimisht testohemi në lidhje me njohuritë tona dhe ato se çfarë zhvillojmë gjatë orëve të mësimit, cila na ka ndihmuar që të zhvillojmë të gjitha fazat në të njëjtin ritëm si ato para praka. Prandaj, do theja se një shkollë e tillë si Loyola, e cila ofron përgatitje dhe kualitet të lartë të njohurive, të shtyn dhe t'jep guximin që të provosh organizata dhe programe të ndryshme, ashtu siç unë kam pasur fatin e programin YES, si dhe të hap rrugët për suksese dhe mundësi të reja. Në vitin e dytë të shkollës së mesme kam përfunduar në Amerikë me anë të programit YES Kosova. Një kriter shumë i rëndësishëm që ka qenë për më pranu këtë program ka qenë njohja e gjuhës angleze, dhe një kriter tjetër që ka luajtur një rol të madh gjithashtu ka qenë pjesëmarrja në aktivitete jashtë shkollës, në këtë rast vullnetarizmi. Gjithashtu, diçka që më ka ndihmuar shumë me u pranu këtë program ka qenë mbështetja e vazhdueshme e arsimtarëve të mi dhe prindërve të mi në këtë rrugtim. Shkolla Loyola ka një rëndësi të madhe në formësimin e jetës time dhe pikërisht tani si bursiste në organizatën YES Kosova, Youth Exchange Students. Aftësitë akademike dhe karakteri im i fituar gjatë ditëve të shkollës më kanë ndihmuar që unë të kem dyert të hapura jo vetëm në Kosovë, Gjermani, por tashmë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë si gjeneratë e parë që nga shkolla Loyola fillore kam fituar aftësitë më të mira që një nxënës mund të ketë. Kështu, përmes teknikave më të reja kurrikulare dhe bashkëpunimit të mirëfillt mes nxënësit dhe mësimdhënësve.